Në Gjirokastër është zhvilluar një aktivitet me fokus artin dhe zhvillimin e tij në vende si Italia, Shqipëria dhe Malizi. Në kuadër të projekteve ndërkufitare Interreg IPA, bashkëpunimi mes shtetit shqiptar dhe atij italian synon të forcojë lidhjet kulturore përmes projekteve artistike. Pjesë e këtij bashkëpunimi do të jenë marrëveshjet mes teatrit Zihni Sako në Gjirokastër dhe teatrove të rajonit të Puljas, por edhe më gjerë. Është aktiviteti i dytë dhe i fundit që Bashkia e Gjirokastër bën në kuadër të këtij projekti. Synimi i tij është që shkresërisht të lidhen disa akorde, disa marrëveshje ndërmjet teatrit Zihni Sako të Gjirokastrës dhe teatrove të rajonit të Puljas, por dhe jo vetëm. Sot do të nisim sipas agjendës në paradite, por do të vijojmë me pjesën e dytë dhe në mbrëmje, në orën 7, ku do të jetë edhe bashkëpunimi konkret i teatrit të Gjirokastrës Zihni Sako me teatrin Senza Confine të rajonit të Puljas, ku do të jetë një shfaqje italo-shqiptare, ku aktorë italian do të flasin shqip dhe aktorë shqiptar do të flasin italisht. Për regjisorin dhe aktorin italian David Marcial, ky bashkëpunim është një mundësi e veçantë për të sjellë në skenë një shfaqje me ndjeshmëri të thellë. Ai shprehet entuziast për projektin dhe emocionin që sjell kjo eksperiencë artistike. Siamo innamorati della cultura. Kemi ardhur në Gjirokastër sepse jemi dashuruar me artin dhe kulturën e qytetit të Gjirokastrës, por dhe me vetë qytetin. Projekti Herald, në fakt dhe shfaqja e këtij projekti, Ndero Baban, Onora il Padre, flet pikërisht për kangjella të cilat duhen zbërthyer, duhen shkatruar, që shpirti i një femre të jetë në fakt i tillë të jetë i lirë. Ky projekt ndërkufitar jo vetëm që forcon lidhjet kulturore mes vendeve pjesëmarrëse, por ofron edhe mundësi të reja për artistët dhe institucionet teatrale, një hap i rëndësishëm drejt bashkëpunimit rajonal përmes gjuhës së artit.